Soda e bukës mund t'ju shpëtojë jetën, trajton dhe kuron këto probleme për moshat mbi 40 vjeç. Edhe pse ne e përdorim atë shpesh në jetën tonë të përditshme, soda e bukës është ende një mister për shumë njerëz që lidhin gjithashtu përfitimet dhe cilësitë e saj. Soda e bukës siguron përfitime të shumta shëndetësore për shëndetin e njeriut. Soda është e lirë dhe mund të gjendet kudo. Përfitimet që do t'jap organizmit e bëjnë atë një prej produkteve më të mira ushqyese. Ja disa mënyra praktike se si mund të përdorni sodën e bukës në të mirë të shëndetit tuaj dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës mund të përdoret si një deodorant natyral. Nëse aplikoni pak sodë buke në sqetullat tuaja, sidomos të cilat djersisin shumë, era e djersës do të zhduket në mënyrë graduale. Kështu përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i saj do ju ndihmojnë të keni një aromë më të mirë të trupit. Gjithashtu, soda e bukës mund të ndihmojë kundër pickimit nga insektet e ndryshme. Nëse aplikoni pak sodë buke me ujë në vendin ku jeni pickuar, gjithashtu do të parandaloni kruajtjet dhe irritimet e lëkurës. Kjo është një mënyrë alternative shumë lehtësuese për shëndetin tuaj të lëkurës, dhe mbi të gjitha sipas ekspertëve cilësohet si mundësia më e mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Soda e bukës mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve të cilat shkaktojnë urth dhe probleme urinare, duke ju bërë që të keni edhe një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtij shqetësimi. Përzieni gjysmë gote me ujë me gjysmë lugje sodë buke dhe e pini atë të paktën një herë çdo ditë. Një mënyrë e mirë është për të lehtësuar aciditetin në stomakut, urthin dhe ulçërën. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për lehtësimin e problemeve të këmbëve. Miksoni ujë të ngrohtë me 3 lugë me sodë buke. Përfitimet që do të merrni prej saj do t'ju japin rezultate mjaft të mira edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sidomos duke përzier 3 lugë dhe sodë buke me ujë të ngrohtë në një legen, kështu mbajini këmbët në këtë përzierje dhe do të ndjeni lehtësimin e duhur kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Gjithashtu mund të përdorni atë edhe si një dezinfektues shumë të mirë. Përzieni uthullmolle me pak sodë buke, pas kësaj, ju mund ta përdorni atë edhe për të pastruar vaskën. Përfitimet kryesore që do të merrni prej saj do të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të shëndetit. Gjithashtu mund ta përdorni si pastrues dushi, gjithashtu edhe si pastrues duarsh. Teksa lani duart mund të shtoni një lugë kafeje me sodë buke edhe në duart tuaja, t'i fërkoni mirë dhe kështu kjo do të largojë aromat e pakëndshme të cilat mund të vinë edhe nga ushqimet të cilat keni gatuar. E njëjta mënyrë mund të përdoret edhe për të pastruar dushin tuaj, sidomos edhe nga pajisjet të cilat shkaktojnë edhe probleme me ngjyrën e saj. Gjithashtu është e rëndësishme që sodën e bukës ta përdorni edhe për rregullimin e çarjeve të lëkurës. Përzieni një lugë çaji sodë buke me një filxhan çaji ujë. Aplikojeni 2 herë në zonat e prekura. Kështu do të keni lehtësime mjaft të mira kundër këtyre shqetësimeve, sidomos edhe ato të cilat shkaktohen nga moti i ftohtë. Përfitimet që do të keni në këtë rast do të jenë të larmishme dhe lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Atë mund ta përdorni edhe kundër djegjeve nga dielli. Shtoni një gjysmë filxhani me sodë buke në ujë të ngrohtë dhe aplikoni atë sidomos edhe në lëkurë për të trajtuar djegjet nga dielli. Kështu, do të keni përfitime mjaft të mira për shëndetin e lëkurës dhe reduktimin e këtyre djegjeve. Soda e bukës mund të përdoret si një alternativë shumë e mirë edhe në higjienën tuaj orale, duke mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e shëndetit të dhëmbëve, siç mund të jenë për shembull edhe problemet e gurzave. Studimet tregojnë se
Soda e bukës mund të përdoret për të shpërlarë gojën ose për të bërë një pastë natyrale në mënyrë tradicionale. Të lajnë dhëmbët me këtë përbërje jo më shumë se 2 herë në javë. Përzierja e sodës së bukës me krip mund të përdoret gjithashtu edhe për të larguar bakteriet e mishrave të dhëmbëve. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër komplikacioneve të dhëmbëve të verdhë. Aplikimet e saj në mënyra natyrale në recetat tuaja të përditshme mund të ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve dhe sjelljen e rezultateve mjaft të mira. Kështu, përdorimi i sodës së bukës me kujdes dhe brenda normës mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për çështjen tuaj. Soda e bukës mund të përdoret kundër aromave të këqija të trupit që shkaktohen nga djersitja. Pra, soda e bukës mund të përdoret si deodorant natyral. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant natyral freskues kundër djersitjes. Udhëzohet të përzieni 4 lugë gjedhe të freskëta me sodë buke me 4 pika vaj esencial nga i preferuar. Mund të lyheni kështu zonat tuaja të djersitura dhe do të largoni aromat e pakëndshme të trupit. Do të keni një mundësi të mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një trajtim efektiv kundër aromave. Do të jetë një mundësi e çmuar në këtë aspekt dhe do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vask dhe bëni banjo me këtë përbërje. Kështu do të keni lehtësime të duhura për shëndetin tuaj dhe do të mbani larg edhe komplikacionet e lëkurës. Përdorimet të tilla të sodës së bukës vërtet që do të bëjnë ndryshimin në higjienën tuaj. Nëse i doni shumë produktet kozmetike natyrore, atëherë edhe ato me çmime të ulta mund të japin rezultate fantastike në çdo aspekt të trupit dhe shëndetit tuaj. Gjithashtu një aleat i vërtet i bukurisë është edhe përdorimi i sodës së bukës. Kudo që gjenden në receta me përdorimin e saj mund të japin rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Soda e bukës mund të përdoret si skrap natyral edhe për fytyrën edhe për trupin. Për të qetësuar dhe për të pastruar gjithashtu lëkurën e fytyrës dhe të trupit, me këtë skrap përzieni një përzierje të sodës së bukës me ujë, duke aplikuar atë me masazhe rrotulluese dhe delikate në të gjitha pjesët e lëkurës suaj. Dhe kështu do t'i thoni lam të mirë qelizave të vdekura të lëkurës dhe papastërtive të saj. Kështu do ta keni lëkurën plot me shkëlqim dhe gjithashtu më të bukur. Nëse doni një buzëqeshje më të bukur, atëherë përdorni edhe sodën e bukës. Soda e bukës është një aleat e çmuar për higjienën orale. Ju mund ta përdorni atë për të bërë gargar sepse soda do të neutralizojë aciditetin dhe do të parandalojë kështu edhe kariesin dhe erën e keqe të gojës. Mjafton të hidhni vetëm një lugë gjedhe sodë buke në 1 litër me ujë në një shishe dhe ta përdorni atë çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Kështu, ndërsa përgatiteni për të pastruar dhëmbët, mund të bëni një gargar me këtë përzierje. Elementet e saj do t'ju ndihmojnë të keni një buzëqeshje më të bukur dhe mbi të gjitha të largoni papastërtitë që mund të ngelen në dhëmbët tuaj sidomos pas konsumit të ushqimeve dhe pijeve të ndryshme. Gjithashtu nëse doni flokë plot shkëlqim, mund të përdorni në këtë rast edhe sodën e bukës. Ajo mund të jetë një produkt fantastik që mund t'japë rezultate ushqyese edhe për shëndetin tuaj të flokut. Për të pasur flokë të butë dhe me shkëlqim një herë në javë, i lani ato duke përdorur një lugë sodë buke në shampo. Kështu, përfitimet që do të keni nga masazhimi i kësaj përbërje në flokën tuaj do ju ndihmojë që të keni rezultate të mira ushqyese edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, duke pasur flokë më të shëndetshëm, më të gjatë dhe plot jetë. Përdorimet e sodës së bukës në receta të ndryshme mund të jenë një mundësi e çmuar. Gjithçka që duhet të dini është të ta përdorni me kujdes dhe brenda normës së lejuar për të evituar kështu gabimet e saj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ndryshojnë edhe këshillat e tij.
Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë ose të ndryshojnë këshillat e mjekut. Informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim informimin. Nëse doni që të bëni ndryshimet e duhura, konsultoni me ekspertin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.